Nëse jeni duke ndërtu shtëpinë, banesën ose ndonjë objekt afares dhe keni nevojë për ventilim, klimatizim, ngroje apo ujësjellës, nuk keni kohë as nerva me shku te kompani të ndryshme me u marrë me krejt këto, po doni të gjitha këto me gjetë me një vend. Këto të gjitha mundin me gjetë në Install. Është një kompani e cila është themeluar në vitin 1999 dhe i ka mbjetuar kohës deri më sot. Sigurisht që është një rrëfim suksesi dhe për këtë ne dëshirojmë që të shkojmë nga brenda të shohim së pari se çfarë produkte, çfarë shërbime ofrojnë, por gjithashtu edhe rrugtimin dhe gjithçka të tyre. Shkojmë bashkë. Ma herët ju tregova pak shikuesve se çfarë shërbimesh mundeni me ofru, po ana tregon ma detaje për krejt shikuesit që shkojnë këtë kompaninë Install dhe ju intereson çka saktësisht ofron kjo kompani. Install Engineering është kompani e cila i ofron pothuajse të gjitha zgjidhjet e nevojshme të çdo qytetarit më shumë. Sa i përket nevojave për ngroje, për ftoje, për klimatizim, ventilim, ujësjellës, po ashtu edhe klimatizim. Nëse vetë ndalme në nevojat e kohës sotit, e ditës sotit, mbranda showroomit tonë i kena pothuajse gjitha pajisjet e përfshine. Tu fillu prej split klimave, prej klimave multisplit, prej termopompave e modelet ndryshme, produsve të ndryshëm, po me tekst veçantë produsit Samsung. Nëse indalemi karakteristikave të pajisjeve, të teknologjive, të inovacionit që vetë se janë të ndërtu në ditën e sotit, mujna me veçu produktin e pompës termike. Ky model është pompë termike e modelit monoblock. Mundësit cilat ne vetë se i ofrojnë janë modelet cilat mund me përfshi gazin R32 apo modelet cilat e kanë gazin R290. Pavarësisht diferencave të gazit, benefitet gjithmonë janë më të mëdha te zgjidhjet teknologjike të cilat vetë edhe përdorin edhe gazin, gazrat apo freonet të cilat bojnë emitime shumë të vogla të gazra të dëmshme për ambientin, apo cilat janë shumë pak dëmshme edhe për shtresën e ozonit. E ngjashëm është kjo termopompa e cila vetë se përdor gazin R290. Po modelet tjera të ngjashme të pompave termike i kemi edhe modelet këtu. Është model e cila e ka bojlerin e integruar. Për nevojat ujit sanitare, ki mundësin me përdor bojlerin e ujit sanitar varësisht prej kërkesave të juve me 200 litra apo 260 litra, apo është pompa termike tjetra split, pumpë njësi e jashtme, njësi e mbrëmshme. Në stokun tonë momentalisht i kem të kapaciteteve 16 kW, po zakonisht janë 12 kW, 10 kW. Varësisht prej kapaciteteve, ki kapacitet 10 kW, 12 kW, 14 kW, 16 kW, varësisht prej hapësirave së cilë i dedikohet vetë se qaj kapacitet. Po, a ka zgjidhje për ato shtëpi ose banesa në cilat çdo balkon e ka një njësi të jashtme dhe as nuk është e bukur për me u pa përsy, po edhe zhurma që e shkarton? Fiks jena në zgjidhjen që mujna me ofru në këto rast, është sistemi multisplit. Një njësi e jashtme që e ki mundësin me e bon lidhjen me shumë njësi të mbrëmshme. Do me thonë, eksiston në raportin një njësi e jashtme me 2 njësi të mbrëmshme, një njësi e jashtme me 3 njësi të mbrëmshme, deri në raportin me 5 njësi të mbrëmshme. Si zgjidhje është pothuajse më e duhura e mundshme që mundet me ofru në rastet kur ti don me evitu secilin ballkon me pas ka një njësi, e para e zvoglon pamjen e rrit pamjen estetike, e dyta e zvoglon zhurmën, tjetra nëse ndalmi te fitimi bazë i konsumatorit është e zvoglon dukshëm edhe kostën e shpenzimeve të këtyne njësive. E mira krejt këtij sistemi është modalitetet e ndryshme që t'i ofron prej SmartThings-it, prej Windfreeze, prej Fast Cooling, prej Night Sleep, opsionet pafundshme cilat finalen e kanë zvoglimin e kostës mujore të një konsumatore.
Na po të falenderojna shumë për këto informacione që i ndave për shikuesit tanë. Sigurisht që prej krejt këtyre produkteve që i pamë përmes pamje, përmes bisedës që ndëgjuan, ju intereson me ditë edhe rrugtimi i kësaj kompanije. Pak një historik i gjithë asaj se si ka nisë në vitet e 1999, kur gjithçka ishte pothuajse në shkatrim. Kështu që shkojmë bashkë dhe dëgjojmë këtë rrefim. Fillimisht faleminderit shumë për kohën që ndat, përpara se me ardhmë realizu këtë bisedë me ju si drejtues të kësaj kompanije. Ne ishim pak te showroom-i, pam disa prej produkteve, patëm një bisedë me ato pyetje që ju interesojnë më shumë klientëve dhe shikuesve tanë, por sigurisht që pas kësaj kompanije të madhe që ndron një mund, që ndron një sakrificë dhe gjithëve ju intereson rrugtimi i një biznesi i cili ka mbjetu dekada në këtë kohë. Por para se me arte biznesi, kështu dash me ditë se a keni punuar gjithmonë në këtë profesion, në këtë fushë edhe me ditë pak fillimisht për fillimet e juaja të punës. Faleminderit edhe nga ona jonë për vizitën e kompanisë tonë. Na normalisht që jemi inxhiniera me përvojë gjatë, para se me fillu biznesin tonë, na kemi punuar në Franikel, në Drenas, pej 78-ës deri në 92-ën, kur jemi largua. Na jemi kriju si kuadra, si inxhinier me përvojë, e kemi përcjell Franiklin pej projekte fillestare, domethënë zgjidhjen ideore, projektimin, ndërtimin, lëshurjen punë, edhe deri në 92-ën kemi qenë persona përgjegjës që kemi me një fjalë jemi kriju si inxhiniera pej Franiklit Drenasit. Ajo përvojnë Franikel na ka ndihmuar edhe neve shumë për me e bërë një biznes që mendojmë biznes është i suksesshëm, është biznes që 26 vite që asnjëherë s'ka punuar me humbje, po rregullisht kemi pas pasqyra financiare që kemi qitë fitime të varësisht për viteve, për objekte, po rregullisht domethënë kemi punuar si biznes me fitim. Mandej, mas luftës që u kthym për luftës, na patëm një ftesë për në Franikel më shkua më kthye me shiqua mundësin çka do të bën Franikli tutje. Kur shkum e pam gjendjen, e pam objektin, e shkatrum të atil, rastisht ndodhi që unë, Ridvani dhe Ahmeti qëllum një makinë, ty u kthye, e pam se gjendja në Franikel dën shumë jetë, shumë kapital, e pam që me një fjalë ishim demoralizuar për gjendjes që shiqum edhe vendosëm aty për aty me bo zgjidhje tjetër, me orientua ndryshe, edhe me do mjete simbolike që kemi pas, e kemi fillu biznisin, i kemi bashku zbashku, edhe kemi fillu për disa mjeteve simbolike, me një hapsin shumë vogël të fjalla, ka në restorani fjalla, tash për balë Rajfajzenit, aty një objekt Robert Dolly. Të 24 metra katror e kemi vazhduar edhe kemi ardhur deri sot ku kemi për 6.000-8.000 metra, 6.500 metra katrore që i kemi dhe... I pra përgjësi e spjegoj që një rrugtim të caktum, unë tash po i pak ma detale, edhe pse ka kalu 27 vite ju në arvut disa gjana, po mundona mi përkujtu. Të ky takimi interesant ka qenë me 15 korrekt të vitit 1999, fill pas luftës. Udhëheqësia atëherë ishte caktu, edhe në atyren në një mbledhje në Drenasat. Edhe një konsisht edhe me vizitu Ferroniklin. Po kur e pam, i shkon shkatru në mas Ferronikli, ishte i vjellë të gjitha pajisit kryesore, rezervet e më mirë. Edhe në fund për na tregon, shtu po të situata është kësi loj që na
na vytën investimet të mëdha, na vyn dora shtetit, edhe na vyn kohë për me sartu. Edhe neve na lam pa tekst, edhe na bënë me dije që duhet me bo zgjidhje, secili sipas mundësisë me bo zgjidhje në atë kohë. Nëse na u kthym rrugës prej drenasit të artë e kështu ishim mjaft zhgënjym, kishim një entuziazëm të hatashëm që më u kthym punë mas 99-s me vazhdu, aty ku kemi lënë vitin 92, të cilët sistemi e regjim okupus na pa largu donë shumë nga puna. E tash të këthy, me një makinë kemi qenë së bashku, rasti apo fat themi, ishme që ki konstelacion. Ibra, unë edhe Ahmeti, kolega tjetër, të cilit për momentin nuk është ma i vetër se në. Edhe tu do ardhë në Prishtinë një mbretni, një mbretnëke, një qetësi absolute, do më thënë një zhgënjim absolut, qka ma të tje, në krytet tona, qka ma të tje. Edhe në një moment unë e pithom Ibrës, në atë sistem okupus, jemi gjetë, e tash jemi liru, e s'po mundi më gjetë. Po qka po të të matë? Habi një shqitore, habi një biznes privat, edhe dalë për situatës, kemi dalë në situatët e ma fësira. Nëse e dini, jo kini pak informata, prej natë e dytës, kër në kanë argu prej punës, në kemi pas aktivitetet të ndryshme. A kemi shqit qmozin, a benzin, ju kanë tregu a cigare, a kemi bajt madra, qmoz, vetëm se mos me emigru. Për arsye se ai sistemi atëshëm okupus, këto e ka desh. Me emigru, sa ma shumë popullat në qitë jashtë, e Kosovë me e pasër. Gjatë rrugës, unë e pëtëm, Ibrës pëtëm, pa e hapë një shqitore, për materiale teknike, se ne e pamë se Kosovë ishte shkatruar. Edhe, na në atë fush, veç ishmi kalit në Feronikër, si e përmende dhe Ibra, pa të përfitu një eksperiencë gjatë si inxinjera, dhe kemi qenë edhe pozita udhejse atje. Edhe, e prunë vendimin me hapë një shqitore me qërame marse. Se s'kishme edhe mjetës shumë, ishme qësa Ibra do mjetës simbolike, kishme për me vazhdu atë biznes. Edhe, e gjem një shqitore me qëra, dikun të tash rruga Robert Dole, e si e ka qenë vetëm 24 metra katror. Edhe aty vendosëm me hapur për materiale teknike, instalimet elektrike, masën të ujësjelësit, masën edhe ngrojës pak ma unë. Por ishte shumë e vogël, shqitore e shumë e vogël. Në atë fillim ka qenë data 15 gusht të vitit 1999, kur forcat e KFOR-it akoma u fuqin në Kosovë. Edhe plos shoqata, për mendimu Kosovën, patën arë shoqata, gjo qeveritare. Edhe na, ja fillume. Ibra, unë kujtot, unë s'kam qenë këtu, Ibra dhe Ahmeti, atë shqitore e kanë gërqeros vetë. Ato regale i kanë vendos vetë, kejtë, s'kishi mjetë. Edhe e nisë nga pak mi kompletu ato regalët me materiale teknike. Kabla, lojloj ndërpres, elektrikse, ju pa që ka thru Kosova kërkesta, gjarë zakonisht ma ishin, adin. Edhe ja filloj. Aty ja filloj biznesi, edhe me qatë start, pare modest, edhe arrim plotësot dyqani për dëgoja me materiale të rrit. Masë në lidi nevoja me marrë edhe në u banë në kushët, masë jo 2 vite me marrë një shqitorit, atër ishte BVI, ata është që... BVI-a për banesa. Për banesa, ato është ndërmarrje për banesa. Prej atyre morëm një lokal në Dardani aty, të kroj bardë, veç u kriju në kushtë me depo, me zyre, me këtë krasi me ato që fillum, ishte jarë zakonisht. E tash detalet, edhe Ibra tash, po unë një detalët për e ceki, kina pas në atë kohë do materialet të cilët këforit, konkretisht. Edhe organizatet të këto gjatë qeveritare, kur i shifshin do materiale, ta zonë se gypat bakrit. Do rezervuar i bashkë për, se s'kish kjo rrymë atëre, me cisterna me bajt naftën, për me bo rrymë. Ishe shkatru me Kosovën mas. Edhe një dit, një njare kjo është, që ka ndodhë, një kompani e cilë tash operon Prishtinë, po ka qenë e Bujanovcit. Edhe po më thret telefon, se përpara telefona aerore, s'kish kjo telefona, po më thret, a bon ti zbarkoj këto 2 cisterna,
ka 3.000 litra, ti zbarkoj të ju diku. Zbarkoj, po une nuk është objekti jem, po është Ramisa Dykut, për te rrugës, Ramisa Dykut. Leje, tha që aty. Edhe na kemi zbarku, për moment këto makinat e këporit, si ishin aty, jo ndalë, në stacionon. Edhe kanë hi shqitore, po kujt janë këtu? Po i thojmë na një kolegës tonë, i ka pru për një natë, masë dhe njësë vjetë. Këto, po thojmë, këto si sena vinte na. Qësh vinte ju? Jo të hujet, na s'mu me shqit. Ju keni me shqit, ju e arsetoni, ju dini që me arsetu taj. Na kemi arë për juve. Na rrym s'kemi, na po vendosmi drago, na s'kemi rrym, s'kemi ku me vendos naftën. Edhe, unë e së ne mishë mo telefon më thonë ati, po nesër e morë, i tregua qështë. Se ja shita, i që pa e vetë. Edhe, tërë morë dhe disa materiale tjera, plote e bonin i cekë. Edhe i Gjermani, po dhe shqyjo, kini kujdes, na kemi arë për juve, du në me kënë ma koverus, edhe veç e u boat në atë, se këfori s'ka pas në bankës funksionojshin, me pare në gjep bine me, në më thonë, ushtria, në më thonë këfori, forse masohet fort, kanë arë me pare në gjep, se s'funksionon të banka, din. Edhe ka qenë shumë interesante për kohën, po tash rinia normalisht nuk i do këtë interesante për kohën, shumë interesante. Në fillim, si tha dhe Ridvani, ishte problem vetëm aki malë. Dhe thotë, qka do që vike këtu se Kosova shumë e dëmtume dhe faktikisht shkoj ke ushit ke gjithë samë. Na fillum, s'pari se Ridvani e ka pasoshën se me prejardhje rështë Presheves, edhe anglishtën e dike pak ma mirë edhe bëjke import në shkojke në Greqi. Me tregu e grek. Me tregin grek. Edhe fillum pi tregit grek, bile e mërë ke kombin e vlaut për atjet më registrim dhrani se s'kish drejt për me ardhe atje dhe fillum e shku me morë madhë në Greqina për herët thujat parin atje mushëm një kombi gypat bakrit atje, po e morëm edhe një vëzic Macedon me i komb më të madhë edhe kur erdhe me him Kosovë, a i thëke nuk gudzoj më ardhë, u frigojke, i kish met friga, jo, u qeke, se më len mu me hi atje. Mërasi, edhe lutëm që po vimët, po të kthejmë na po vimë me ty përsërin, mas i kalum doganën tonë, e krymë atje, ja nisi shi, a i zdojke na murëm kombin, një kombi edhe po shgarkojmë materialin pe kombit tinet të Macedonit në kombin tonë. Me durë, në tre? Në tre, s'kishi mas t'i punëtor as kur gjo. Pe kishi pa pushu atje, ai ortaki jonë bashkë Ahmeti, ma i më shumë atje, dhe tash unë e hisha pe kombit e ja jepsha atine, po në shaj respektit atine i thëshim agë. Edhe i thësha se kapsha unë i thësha roke agë. A i dikur kërë lëdhe në lagë ishte unë a boni qumë kështu, edhe më dhe qëfar agë, unë e mëse më thërni më agë. Tashë dhe Kameta e në kujtes, se ka qenë shumë karakteristike. Na është garku me ardhe me prumë këtu, po më Kamet si kujtes ajo fjalla agë. Se tash agë ishë ma tepër u përdorke nga una Preshevës. Preshevës e Kaçanike e përdore këtë, si në shenjë respekti. Qëfar unë e thëjke me durë. Deshta me thonë që faktikisht na jemi konë pej udhëhejsa o pej drejtora që kemi qenë në Ferronikel ramë punëtorët. Thjesht dhe me thonë, kemi bo ngarkim, zgarkim, kalkulim, shqitje e gjitha i kemi bo vetë, ma ndaj shkoj të u zhvillu firma dhe ty punësue punëtorët, po erdhem në atë fazën që fillun mu kriju kushte shumë më të mira. Deri më tash të tregut disa histori, disa detaje, se si ju tre shok, tre kolegë, tre inxhiniera keni ndërtu nga hiqi një kompani e cila sot gëzon sukses të madh. Po, sa ka qenë vështirë që ju si tre inxhinier me gjetë persona të kualifikuar, që sigurisht ka qenë e pamundur vetëm ju të tre të vazhdoni, është dashur edhe pjesë tjetër të shtohet stafit. Sa ka qenë vështirë që në vendin tonë me gjetë profesionistë kësaj lagje? Po, ka qenë pak e vështirë, por
Në atë kohë u patën kriju mjaft shoqata jo qeveritare. Një ndër to ka qenë një shoqata, apo të them një kompani jo qeveritare gjermane, apo KK nëse zgaboj. AGF-in fillim, po AGF parë. Në krye me Bedri Gjahva ka qenë një inxhinier edhe i Ferronikën ka punu. Masë edhe në Gjermani pat shku, masë e pat arë në Kosovë mbas luftës, edhe pat kriju këtë kompani. Tash detyra e asaj kompanie ka qenë që me i këthy punëtorët prej Gjermanisë këtu edhe mi sistemu. Normalisht edhe kompanitë të cilët i marrin ata, edhe i mbështeshin ka pak. Me gjysëm rrogët, them në atë kohë. Edhe një ditë na veç qyshet se kam fillu mu zgjeru, edhe ne tre nuk mundeshim me bo balë asaj, edhe vendosëm me marrë punëtorë të ri, kualifikum për veprimtarin konkrete tonën. Edhe Bedria, kjo kompania faktish, AGF-i, na propozoi një 3 punëtorë, kualifikum atje në Gjermani, e cilës i përshtatet veprimtari sonë, edhe ne i morëm atë, edhe na ndihmoi një 6 muaj me gjysmë rrogë që mas andaj, ja nisi puna me shku veç të parë, se kërkesat e mëdha ishin, edhe për inxhinjera. Edhe pse na ishim inxhinjera, por puna jonë ishte kryesisht në organizim të punës edhe në shitje, faktikisht edhe import e send. Edhe morëm një inxhinjer, që ishte vështirë me gjetë atë kohë, por me lidhje ashtu e gjetëm, masandej edhe një inxhinjer. Për 3-4 vite na i bona veç një 3 inxhinjera. Edhe me marrin një inxhinjer, ja nisëm edhe me përpunu edhe projektet. Edhe me punu në atë lamin e projektimit të pajisjeve termoenergjetike. Edhe gjatë kohës, edhe na u kriju kushtet për me u bo një objekt si tillë, u bo lokacionet ku inxhinjerët e tonë mund të zhvillojnë aktivitetin e vetë projektus, dhe tash sa zgasmi shumë, tash për momentin i kemi 10 inxhinjerë nëse zgaboj, edhe se cili e jepat kontributi më të madh në kompani. Edhe falë tyre, ne tash jemi në një pozicion shumë të mirë dhe shumë të favorshëm, ku çdo tenderi, qoftë publik apo privat, përpunohen në mes neve. Tash, marrim në atë puna se marrë s'është me rëndësi, po ne e përpunojmë për arsye se e kemi përgatitur të hatashme profesionale inxhinjerike. Për me mbajt kuadrat, faktikisht na jemi njerëz të fjalës edhe me inxhiniera me përvojë, po nikosisht është edhe stimulimi i kuadrave ka ardhur. Ne në firmën tonë për 15 vite kemi që i paguajmë sigurimin shëndetësor. Do të thotë i kanë deri në vlerë 50.000 euro, mi ndodhë rasti është i mbulum për sigurimit që i bojnë. Domethënë edhe i stimulojmë inxhinierat, po edhe punëtorët tonë, gjithë punëtorët e kanë sigurimin shëndetësor të mbulum për kompanisë tonë. Kështu që ajo besnikëria, po edhe stimulimi, se çdo kush ka nevojë sot për me stimulu edhe me paga, në pagat tona rregullisht e kemi dhonë stimulime për objekte, për projekte ndryshme, kur kemi përfundu me sukses, i kemi stimulua dhe inxhinierët, kuadrat, po edhe punëtorët. Kur i përmende projekte të përfunduara me sukses, kështu dash mu ndalë tek Prishtina Malli, dim që është një randër projektet e mëdha që keni punu në të, a na tregoni se sa ka qenë sfiduese për shkak të pas parasysh hapësirën e madhe dhe diçka tjetër se çka përmban në Prishtina Malli? Ne në fillim gjatë pandemisë na erdhi kërkesa për me ofertue për punë që duhet më ekzekutu në Prishtina Malli. Gjatë pandemisë ishin çmimet më stabile dhe ofertuam. Me herë mas pandemisë, kur erdhi momenti që na përzgjedhën neve, ndodhi lufta në Ukrainë edhe me thënë drejtën u çarrregullu krejt tregi. Kështu që ka qenë shumë sfizë për neve. Ishin çmimet fillon me të madhe me atje, mungesa materialeve, nuk ishin pyetje më çmimi, po ishte mungesa materialeve, kështu që ishte sfiduese. Në 2 herë me Ridvanin kemi desh me hek dorë, se kemi ditë se çfarë objekti është, çfarë masie, çfarë kapacitetesh, ka mirë po gjenerata re, djali im edhe djali i ortakit Lirimi, edhe Besi na thanë ju
na shkuam për me hek dorë për saj, tha ju po mendoni veç për vetis, po mendoni për rinin, që ajo fjalë ka ndodhur edhe kemi shku edhe kemi nënshkru kontratën. Me thënë drejtën ka qenë shumë sfiduese, shumë net pa gjumë për moshën tonë, se na e kemi përcjell Froniklin që thash pe fillimit e kemi ditë se çka na pret gjatë kësaj faze. Mandej ishin problemet të tilla që ish vlerë e madhe, na nuk më ishim imbulue atë vlerë kontraktuese atje, po deshti Zoti edhe ata na dhanë paradhonje në fillim, ato paradhonjet si na I kanë qitë ato mjete me herë të kontraktues që I kim pas me morë pajisjet, edhe na I nxum çmimin fiks. Ne kemi pas çmimin fiks edhe me Prishtina Mallin, po I nxum pjesën tërmusit pajisjeve kryesore nxum me çmim fiks, kështu që ja dulëm manë edhe mburrëm me Prishtina Mallin për punën që kemi krye, besoj që është ndër objektet më të mirën, mos them në Kosovë, po në regjion të kategorisë tillë. Prishtina Malli na I ka hap shumë rrugë tjera, se tash kur ti tregosh që I ke punuar pjesën dërmuese të është si referencë, dhe ajo na I ka hap shumë punë për projekte viu. Edhe shpesh herë shokëve tonë, edhe njerëzit I thonë Kosovë, nëse doni me bëj jetë kualitative, përmes gjatë jetën shkoni Prishtina Mall se ajri është më I pastër se përjashta. Aty filtrohet ajri 99.8%. Aty janë vendosur 24 makina të cilat trajtojnë ajrin, por edhe e pastrojnë 98%. Prandaj po them ka qenë një sfidë e atashme për neve, që tha Ibra, doshim me hek dorë, por në ndikimin e rinisë tonë, që ishin mjaft këmbgulse edhe u kry, si u kry edhe po funksionatisht. Tash sigurisht I përmendëm edhe disa prej projekteve në të cilat keni qenë të angazhuar, por sigurisht që shikuesve ju intereson nëse është pika e vetme kjo me cilën operoni apo keni edhe pika të tjera. Jo, për me ardhur deri te këtu na kemi bë qarkullim shitje e tregti me vitet tona, na jemi si firmë që jemi prezent thuja në gjithë Kosovën, I kemi 5 pika shitse, për vetëm tyne 2 pika I kemi në Prishtinë, në Fushë Kosovë dhe në Pej. Normalisht që kemi kapacitet edhe më zhvillu edhe ma tepër, po na jemi përfaqësuesi disa brendeve më të njoftuna të Italisë, Gjermane, Greke, kështu që të na janë brendet që ato brende që I mbajmë që 20 vite na kanë pru deri këtu që me mujtë me kontraktua Prishtina Mallin edhe mjaft objekte tjera reprezentative që janë në Kosovë. Na kemi filluar, ka pas edhe në Unmik, kemi në Prizren, kemi në objekte mjaft reprezentative që janë në krye, po ma e mira e firmës tonë është besnikëria, kur të japim fjalën biznisit, kur të japim fjalën inxhinierit, kur të japim fjalën që ndrojmë në ato, pa morë parasysh çfarë sfide, çfarë ka, ajo fjala duhet për më mbajtë edhe në bazë të asaj besnikërie që kemi pas, jemi syqeli, jemi zemër hapur për gjithë, kështu që kush ka fillu me neve me pas bashkëpunima e ka vazhduar. Faktikisht kemi biznise shok që e mojmë kontinuitetin e tregtisë dhe shitjes që 20 e sa vite. Çfarë më intereson mua, sigurisht edhe shikuesve që janë të pakët intervistës, se cili ka qenë çelësi ose çka konsideroni ju sukses pas gjithë këtyre vitesh përvojë edhe punë të falotshme? Unë, përveç ato që I përmendëm sukseset tona, të cilat I ndërtu me shumë sakrifica dhe munda, po për më fituar ato rezultate është dashi një mundi atashëm edhe një shërbim shumë kualitativ ndaj klientit. Edhe
edhe ndaj pajisje, po edhe shërbim ndaj kohës. Si me thonë, kur t'ja jepshe fjallën ose besën klientit, dush me realizu në kohën e caktuar. Por unë këto nuk e kisha radhit në sukseset më të mëdha të kompanisë. Po sukseset më të mëdha të kompanisë kisha radhit këto. Për shembull, ne kemi arritën të krijojmë gjiratën e re tonë, që mbas neve, dhe ta vazhdojnë këtë rrugtimin tonë. Normalisht se edhe aty ju vjen sakrifica, por na jemi të kënaqur që pasardhësit tonë, vitet tonë, do të vazhdojnë. Tash do të jetë, pasi koha jonë gati është ka mbaron, na jemi në fund të karrierës, edhe jemi të kënaqur që ata do ta vazhdojnë rrugtimin të cilin na kemi prodhuar deri këtu. Shikues të televizionit Dugagjini dhe të emisionit Top Biznesit. Ju faleminderit që ishit edhe këtë epizod me ne. Bashkë jemi nesër në të njëjtën orë me një biznes tjetër.